Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, ja kur I takuam sërish në emisionin e radhës shpjegimi I 40 hadithit të Imam Nevojut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaj. Mirë se erdhe hoxhë nderuar. Mirë se u gjetëm. Hoxhë nderuar, si fillim e nisim me tekstin e hadithit. Hadithin e sotëm, hadithin e normave të vllazërisë, pasi vllazëria nuk mund të jetë diçka që thuhet apo pretendohet nëse nuk ka patjetër norma në jetë, nëse nuk ka një kod etik. Hadithin e transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu, I cili tregon se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam andej nga fundi I jetës tij ka porositur dhe ka thënë: mos kini zili ndaj njëri tjetrit, mos urreni njëri tjetrin, mos bëni le të themi hile në tregti, mos I ktheni shpinën njëri tjetrit, mos bëni tregti mbi tregtinë e vllajt tuaj. Pastaj tha: jini robër të Zotit dhe vëllezër njëkohësisht. Pastaj I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam porositi duke thënë: muslimani është vëlla për muslimanin, nuk I bën atij padrejtësi, nuk e urren, nuk e përçmon ose nuk e injoron. Pastaj I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: devotshmëria është këtu, dhe e çoi dorën tek gjoksi I tij 3 herë. Më pas shtoi: mjafton si mëkat për njeriu, ose si më thon një nga shenjat e mëkatimit ose një nga gjërat që tregojnë se njeriu është shumë mëkatar është të nënçmoj apo të përçmoj vllajën e tij besimtar. Në fund fare I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: çdo musliman ndaj muslimanit e ka të ndaluar ose e ka të shenjtë të prek jetën e tij, nderin e tij dhe pasurinë e tij. Normalisht ky hadith pothuajse ka brenda vetvetes 15 porosi, le të themi, që tregojnë se vllazëria në Islam ka norma, ka etik dhe nuk mund të jetë vllazëria në Islam diçka që dua fort apo diçka që njëri bën një deklaratë me kaq e mbyll. Për këtë arsye ka dhe hadithe të tjera, kemi dhe surën Al-Hujurat, ku Zoti I Madh tregon se vllazëria ka norma mbi të cilat ngrihet dhe nuk mund të jetë vllazëria diçka që mund zhvillohet normalisht, ndërkohë që nuk pastrohet zemra, ndërkohë që nuk ka një kod etik, sjellje, ndërkohë që nuk ka le të themi një lloj lidhje të vërtet vllazërore. Pra, këto që janë përmendur në hadithin e pejgamberit alayhis salam nuk duhet ndodhin mes dy vëllezërve të gjakut normalisht. Por profeti alayhis salam sikur e kalon të njëjtën platformë të sjelljes brenda gjakut në sjelljen brenda vllazërisë dhe besimit. Ashtu siç nuk mund të imagjinohet që vllai të ketë zili, flasim për normalitetin, nuk po flasim për realitetin. Normaliteti është ky që thot hadithi. Pra vllai nga gjaku nuk mund të ketë zili vllain e tij, nuk mund të bëj hilen tregti, nuk mund ta mashtroj, nuk mund t'i kthej shpinën, nuk mund ta injoroj, nuk mund të bëj padrejtësi, nuk mund ta ketë zili, nuk mund t'i preki nderin, nuk mund t'i preki pasurinë, nuk mund t'i preki jetën, mundohet të jetë I pastër me të, mundohet të jetë I çiltër me të, mundohet të jetë I sinqert me të, nuk e injoron vllain e vet, nuk e përçmon. Kjo është normale në një vllazëri gjaku. Profeti alayhis salam, sikur po na thot, këtë që është në gjak apo që është normale në jetën e gjakut mes dy vëllezërve, duhet ta çojmë edhe në jetën e besimit, sepse Zoti tha në Kur'an: innamal mu'minuna ikhwa, besimtarët janë vëllezër. Kështu që të kesh vëlla dhe ti thush tjetër vëlla nuk është e lehtë. Atëherë hoxhë, pse pikërisht profeti alayhis salam e nisi me gjën me hasedin, pra me zilin ose me urrëtin midis vëllezërve? Hasedi është le të themi smundja më e rrezikshme që ngërthen ose tërheq me vete edhe shumë smundje të tjera. Hasedi është le të themi mëkati I parë I ndodhur mes iblisit dhe njeriu. Pra I pati zili ndaj Ademit alayhis salam dhe mendjemallësi. Ky është mëkati I parë në qiell, po është edhe mëkati I parë në tokë, kur ndodhi vrasja mes dy vëllezërve, Kabilit dhe Abilit. Shkaku ishte zilia, pse ky ishte më I mirë se sa ky. Për këtë arsye kemi një kapitull special në Kur'an ku Zoti flet pikërisht për aktivizimin e smirës. Pra, që njeriu të ketë ndjesi negative ndaj dikujt mund të jetë normale. Në momentin që kjo ndjesi fillon të aktivizohet, kjo pastaj është jo normale dhe normalisht njeriu këtë ka mundësi ta kufizojë. Le të themi, mendimet njeriu nuk I komandon dot. Mirë, po reagimet si pasojë këtyre mendimeve njeriu mund t'i komandojë. Për këtë arsye mund të jetë smira
mund të jetë smira sipas Kuranit, një nga arsyet që dikush edhe mos besojë të vërtetën. Siç ndodhi me hebrejt në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ose çdo njeri që e njeh të vërtetën mbi profetin alayhi salatu wasalam ose mbi islamin, po nuk e pranon atë sepse i prishet terezia, po i prishet pozicioni që ka në jetë e kështu me radhë, ose ku bën këta, siç thoshin i dhujtarët, a këta gjeti Zoti për të qenë besimtar, aty të zgjodhi Zoti për të qenë ti profeti i fundit, pse mos zbritej ky Kur'an diku tjetër tek filani dhe fistegu e kështu me radhë. Pra zilia është aq e rëndë, aq e keqe, saqë mund ta çojë njeriu mbasi të njohë të vërtetën, mos ta ndjekë të vërtetën vetëm sepse pasuesit e të vërtetës apo mbaset e vërtetës nuk janë gjaku i tij apo nuk janë raca e tij apo nuk janë le të themi shkalla e tij, le të themi shoqërore. Për këtë arsye, do thonë hasedi verbon. Mirë po, është një sëmundje, siç përmendet, sëmundja më e drejtë që ka kriju Zoti i gjithësisë, sepse fillon si fillim me atë që ka sëmundjen, pastaj me tjetrin. Se thonë hasedi, smira, është diçka ose zilia është diçka që bën si fillim njeriu. Hasedi faktikisht origjinën e vet dhe ka tek moskënaqësia me caktimin e Zotit dhe me ndarjen e Zotit. Për këtë arsye konsiderohet sëmundje e rëndë dhe për këtë arsye profeti sallallahu alajhi wasallam e filloi me të. Pra, ti ke zili pse dikush ka dhe ti nuk ke dhe fillon dhe aktivizohet ajo energjia negative. Për këtë arsye, si pasojë e zilis apo e smirës, zhvillohet mësyshi, zhvillohen goditjet negative që mund t'japi personi një individi tjetër. Pse është i pakënaqur me atë që i ka dhënë atij Zoti dhe me atë që i ka dhënë Zoti atij tjetrit. Për këtë arsye konsiderohet sëmundje e rëndë. Për këtë arsye kanë thënë ilaçi më i mirë për të dalë nga sëmundja e hasedit, e smirës është që ti të rikthesh edhe një herë, të riupdatetosh edhe një herë çështjen e besimit në qada dhe në kader dhe të thuash sa më shpesh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammed sallallahu alaihi wasallam rasula, jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim, jam i kënaqur me Islamin si fen tim dhe jam i kënaqur me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si dërguarin tim dhe të gjithë njerëzimit. Pra jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim, pra me atë që ka ndarë Zoti, elhamdulillahi rabbil alamin, Zoti i botrave, për çdo gjë është e ndarë nga Zoti, çdo gjë është dhunti e Zotit. Po ti mund të kërkosh prej Zotit, po jo të kesh zili pse ai tjetri ka dhe ati ti humb kjo e mirë. Se unë për shembull shoh dikë që është hafiz Kur'ani, dua të jem dhe unë hafiz Kur'ani dhe në lind ajo zilia që do të bëhem hafiz Kur'ani, nuk ka asnjë problem. Mirë, po kur unë duhet të bëhem hafiz Kur'ani, po dua që ky tjetri ta harroj, që unë të dallohem, kjo është ajo e cila është e ndaluar dhe kjo është ajo e cila domethënë duhet që njeriu të luftojë me vetveten për të dalë prej saj. E fundit fare, si mund të shpëtojmë le të themi nga një person i cili ka zili ndaj nesh. Mënyra më e mirë për të shpëtuar ndaj këtyre personave është normalisht të kërkojmë mbrojtje e Zotit, siç e ka përmendur Allahu në surën El Felek. E dyta është që ne mos t'i shfaqim të mirat tona përpara këtyre njerëzve, sepse fillon të aktivizohet e keqja tek ata, dhe nëse është domosdoshme, nuk ke ku të shkosh, do të shfaqet e mira jote, atëherë mundohu që këtyre njerëzve t'u bësh ndonjë të mirë. T'u dhurosh diçka, t'u japësh diçka, në mënyrë që ta shuash, le të themi këtë ose ti lavdrosh për diçka që ato kanë dhe tu angresh këtë të mirë që ata kanë, në mënyrë që ata të kuptojnë se kanë ata shumë të mira prej Zotit, po thjesht nuk janë të vëmendshëm tek të mira që ju ka dhënë Zoti. Atëherë për të vazhduar me hadithin, profeti alayhis salam i tha mos e mashtroni njëri tjetrin në tregti. Si ta kuptojmë besimtarët dhe si shpjegohet kjo në konceptin? Faktikisht tenaxhush që është përmendur në hadith, nënkupton një lloj mashtrimi kështu me bashkëpunim, me manipulim, që do të thotë ka ardhur komenti dikush po shet në treg edhe vjen dikush dhe pyet për mallin. Dhe ai thot, sa e ke mallin, le të themi ta përkthejmë kështu me shifra le të themi bashkëore, thot sa e ke mallin, për shembull le të themi 15 euro. Dhe vjen një shok i tij, që ky tjetri nuk e njeh, dhe thot me sa ma jep? I thot ai me 20. Ose a ma jep mua këtë mallin me 20, pra i bën loj atij tjetrit që ta fusin kurth, që ai të kuptojë se ky mall është shumë i kërkuar, edhe a kupton, domethënë është, pra kjo është tenaxhush, pra të bashkëpunojë tregtari me një tjetër për të futur në kurth dikë që ka dyshime në çmim ose nuk është i kënaqur me çmimin e kështu me radhë. Kjo është tenaxhush. Pse? Sepse Zoti i Madh në Kur'an e ka përmendur si kusht në tregti kënaqësinë e shpirtit. Pra njeriu kur blen diçka duhet të jetë i qetë shpirtërisht. Dhe i mashtruar. Nuk mos mashtrohet apo mos ndihet i mashtruar. Dhe në momentin që bëhet kjo lojë, normalisht që këtu kemi brenda dhe mashtrimin.
Por në rastin kur një person për shembull mashtron dhe vendos mallin e mirë ose frutat e mira apo e quaj unë i vendos sipër dhe frutat e këqija siç ishte rasti atij hadithi i kishte vendosur poshtë. Po në këtë rast a hyn kjo pjesë e mashtrimit? Gjë hadithi këtu përmend le të themi një nga pamjet ose një nga sekuencat e mashtrimit në tregti. Mashtrimi në tregti në Islam konsiderohet, si më thënë, një nga arsyet e mos zhvillimit të kontratës. Pra, nëse unë vërtetoj që dikush më ka mashtruar për origjinën e mallit, për cilësinë e mallit, për llojin e materialit, për le të themi për funksionet bazike të mallit, unë kam të drejtë ta kthej këtë mall mbrapa dhe kam të drejtë kërkoj paratë e mia ose kam të drejtë kërkoj kombesimin. Pra çështja e tregtisë në Islam është një kapitull shumë i gjerë që quhet le të themi ose e përmbledh fjala la gharar. Nuk duhet të ketë mashtrim tregti. Tani profeti alayhis salatu wasalam në këtë hadith përmend një nga format e mashtrimit që është bashkëpunimi i tregtarit, i shitësit me klientel falco në mënyrë që të paraqes një çmim jo real mbi mallin që ka, apo të duket sikur ky mall është shumë i kërkuar, se këto janë dy forma që përmenden aty. Përndryshe, normalisht çdo lloj mashtrimi në tregti është shumë problematik sepse Zoti ka thënë në Kur'an, mos merrni pasurinë e njëri tjetrit vetëm se me qetësi dhe kënaqësi mes njëri tjetrit. Pra në momentin që ka diçka mashtrim, ka diçka që ja hedh atij tjetrit, ka diçka që ka le të themi mveshje, atëherë ky lek i fituar është haram. Dhe unë du ta theksoj, ky lek është njësoj, pra kur e çon këtë lek në shtëpi, është njësoj sikur me hangër mish derri. Është njësoj sikur me pi raki. Pra nuk është harami vetëm mishi i derrit edhe rakia, edhe kjo është një haram njësoj. Thot Zoti në Kur'an, "Wailun lil mutaffifin." Ja, Zoti prap për shembull le të themi ndalon një nga format e mashtrimit në tregti që është ngrënia në peshë ose mashtrimit në matje. Pra ideja është haku i tjetrit fundi e fundit dhe ti s'ke të drejtë ta marrësh pasurinë e tjetrit vetëm se me kënaqësinë e tij dhe me qetësinë e tij të plotë shpirtërore. Për këtë arsye dhe është vënë le të themi gardi kësaj gjëje, është vënë kufiri kësaj gjëje, nuk ka tolerancë dhe i lejohet personit në çdo kohë të kthej mallin tek i Zoti nëse ai vërteton se kanë të mashtrim apo ka pas në shitje manipulim. A futen këtu për shembull le të më fal, a futen këtu për shembull reklamat falso, reklamat mashtruese, futen këtu dhe reklamat mashtruese. Po ne këtu po flasim për një formë që ka qenë e njohur në atë kohë. Po edhe reklamat mashtruese futen, domethënë ato reklama të cilat paraqesin mallin jo siç është në realitet. Pra ti sheh diçka të mrekullueshme, thua që kjo aparatura bën namin po ta sjellësh tek shtëpia, ndërkohë që kur e sjellësh një gjë koti fare, nuk bën asnjë lloj pune nga ato që ti ke parë, nga ato gjyrimet, nga ato gjërat që ndon. Edhe kjo futet gjithashtu tek mashtrimi. Për këtë arsye, në një hadith edhe du ta mbyll sepse thash këto tema janë gjithsecila ka nevojë për të sqaruar. Pejgamberi sa në një hadith tha: "Ja ma'ashara tujari kullukum fujjar." O ju tregtar, ju të gjithë jeni të shthurur përveç sa atij që i friksohet Allahut dhe i sqaron gjërat mirë. Pra, tregtarët i friksohen Zotit se i kanë punët pisk me Zotin e gjithësisë, nëse nuk janë sinqert dhe nëse nuk i tregojnë gjërat ashtu siç janë. Sigur se tha kjo hadithi tjetër me ghashe lejse minna. Men ghashena fe lejse minna. Kush na mashtron neve nuk është prej nesh. Dhe hadithi që ti përmende faktikisht pejgamberi sa futet një ditë në pazar, jo qëllimisht, futet një ditë në pazar dhe po shiste dikush grur dhe e futi dorën brenda dhe hasi që poshtë ishte e lagur. Tha pejgamberi sa pse se nxorre këtë të lagurën lart? Tha pejgamberi Zot, po kur e kemi mbledhur, i ka rënë vesa edhe kjo pjesa lart është tharë. Jo, pejgamberi sa më tha duhet ta nxirrshej lart. Pra, edhe pastaj tha këtë që kush na mashtron neve nuk mund të jetë prej nesh. Pra një njeri që mashtron nuk mund të jetë ai musliman i vërtet. Atëherë hoxh le të vazhdojmë kjo hadithi, kjo pjesa mos e urrejni njëri tjetrin. Pse është theksuar urrejtja kaq shumë në këtë hadith? Ndoshta kjo bëhet shkak që muslimanët përçahen, muslimanët mos krijojnë vëllazërinë e duar. Le të themi në fjalinë e parë tha mos keni zili, në fjalinë e dytë mos urreni. Urrejtja është le të themi, si më thon, një nga rezultatet e smirës. Pra, një njeri kur ka smir, fillon edhe urren. Fillon edhe i verbohet nga të mirat që mund të ketë ai tjetri ose në virtytet që mund të ketë ai tjetri ose në zmadhimin e gabimeve dhe të metave të tij. Pse është problem urrejtja? Urrejtja çon konflikt.
Pra, smira është diçka që ka të bëjë me zemrën dhe është e menaxhueshme dhe nuk ka të bëjë me konfliktin, përveç se nëse kalon në shkallën e urrëties. Urrëtia zakonisht kalon në konflikt dhe kalon përçarje. Konflikti dhe përçarja, le të themi, janë dy shkatruesit e vllazërisë. Pra, në momentin që fillon urrëtia, në momentin që fillon konflikti, në momentin që fillon përçarja, në momentin që fillon, le të themi, mosshikimi ose mosvlerësimi i personit për shkak të urrëties ndaj tij, atëherë humb sensi i vllazërisë. Kur themi ne vëllezër, do të thotë ashtu siç bëri pejgamberi sa me sahabët, e ndan pasurinë me njëri tjetrin, i ndan shtëpiat me njëri tjetrin. Pejgamberi sa tha, filani është vëlla me filanin, kaloi tek pasuria e këtij tjetër dhe tek pronat e tij. Filani është vëlla i filanit, e merrte ky kalon nga kjo anë te kjo anë. Pra, ishte diçka, domethënë, që nuk imagjinoi të kishte urrëti apo të kishte gjëra të tilla. Pra, vllazëria kështu duhet funksionojë. E nëse ka urrëtie, ai që përfiton është shejtani, ai që përfiton është prishja e imazhit dhe shkatrimi i imazhit të Islamit dhe të muslimanëve, por edhe duart e huaja. Pra, duart e huaja, të cilat duan të mbjellin, le të themi, urrëtie, duan të mbjellin përçarje mes muslimanëve, gjejnë pikërisht të rastet ku ka urrëtie, sepse janë lehtësisht të manipulueshëm. Ai mund të ketë një problem X caktuar me dikë, vetëm për shkak të urrëties që ka ndaj tij, ai mund të bëhet pre e një lëvizje të caktuar, e një sekti të caktuar, e një ideologjie të caktuar, vetëm e mbart ndaj kësaj gjëje, e mbart pikërisht vetëm inati apo urrëtia që mund të ketë ndaj një personi i cili është i një, le të themi, lëvizje të caktuar apo një ideologjie të caktuar. Hoxhë nderuar, a duhet bëj besimtari ndonjë ekuilibrim midis të mirat të tjetrit dhe të këqijave të atij që mos kalojnë në urrëtie? Normalisht ajo ekuilibrimi duhet në çdo çështje, edhe në dashuri, po edhe në mëri, edhe në urrëtie, si tha pejgamberi sa mos e duaj dikë, le të themi, pa kufi, se ndoshta një ditë do të duhet ta urresh, dhe mos e urre dikë pa kufi, se ndoshta ndonjë ditë do të duhet ta duash, ose siç tha për shembull në ditën e bashkëshortes, nuk hap se të mërzitet bashkëshorti i mirë besimtar nga bashkëshortja e tij nëse shet tek ajo diçka që nuk i pëlqen, sepse ka gjëra të tjera që i pëlqejnë. Po kështu edhe bashkëshortja besimtare tek burri i saj nuk bën që të mërzitet, pse se ka dhe gjëra që i pëlqejnë prej tij. Pra, ideja është që ne duhet të shkojmë gjithmonë tek ekuilibrimi i gjërave, po edhe nëse na rezulton se dikush ka më shumë të meta, le të themi, kjo nuk do të thotë që ne duhet të kemi urrëtie. Po ne duhet merrem me kurimin e smundjes, me kurimin e problemit. Po çfarë kuptimi ka këtu pjesa mos ja ktheni shtëpinë njëri tjetrit? Ndoshta kur besimtari kërkon ndihmë ose kërkon që ai ta ndihmojë dhe besimtari s'duhet i kthej shtëpinë? Pra, vinë si pasojë e njëra tjetrës. Në momentin që ka sëmir, në momentin që ka urrëtie, çfarë ndodh kur takohen këta njerëz? Se shohin njëri tjetrin, i kthejnë shtëpinë njëri tjetrit. Mirë, por nuk është normale që të takohen dy musliman dhe mos të shohin njëri tjetrin, mos takojnë njëri tjetrin, sepse i japin selam njëri tjetrit, i japin dorën njëri tjetrit, përshëndeten njëri tjetrin, luten për njëri tjetrin, këshillojnë njëri tjetrin, dhe kjo është pjesë e asaj që quhet vllazëria në Islam. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Besimtarët me njëri tjetrin urdhërojnë për të mirë dhe ndalen nga e keqja. Në momentin që i kthe shpinën, do të thotë se mungojnë shumë gjëra. Tjetra, kthimi i shpinës është, domethënë, mos ndihmesa e tij kur ai ka nevojë apo hall, ose mos gjendja pranë kur ai ka nevojë të hall, ndërkohë që nuk funksionon kështu vllazëria e vërtet. Vllazëria e vërtet, fundja fundit, nuk ka mundësi të ndihmoj të paktën i rri aty, prezantoj për dhënë një mendim aso për të qenë me të. Pra, nuk mund t'i kthej shpinën vllajtat me kuptim që mos ta ndihmosh atë kur ke mundësi ta ndihmosh. Pra, nuk funksionon, pra nuk mund të jetë vllazëri një gjë e tillë. Hoxh, në fillimet e Islamit në Shqipërinë e shikoshim që rinia ishte më e dashur, më ndihmuese ndaj njëri tjetrit për çdo problem i gjendesh, kurse sot pak a shumë kemi rrëshitur në një lloj egoizmi ose në një lloj secili shikon jetën e vet dhe nuk harron fare se ç'e ndodh me të tjerët. A mos ndoshta kjo duhet kuruar? Padyshim, mos harrojmë se edhe jeta ka ndryshuar, edhe njerëzit, le të themi, janë angazhuar. Unë mendoj që përveç se kurimit ose rikthimit edhe një herë të lidhjeve të vjetra, ne duhet të krijojmë brez të ri, i cili ka kohën dhe mundësinë për të bërë atë që kemi bërë dhe ne. Pra, pjesa më e mirë e jona e angazhuar në fe, në atë kohë ka qenë pjesë studentore, rini e shkollës mesme,
ose le të themi 8 vjeçares fundi edhe të mesmes. Dhe ka qenë lidhja, ka qenë aktiviteti dhe vazhdon dhe kjo deri në shkollë të lartë. Dhe pastaj është normale që njerëzit martohen, njerëzit lëvizin, njerëzit le të themi marrin pozicione të ndryshme të jetë. Ne obligohemi që të krijojmë brezin e ri, brezin e të mesmes sërish, brezin e të lartës, le të themi e bachelorit, prapë që edhe ata të krijojnë atë dallg e cila mungon, atë gjak të ri i cili mungon. Pra, unë ja vej më shumë le të them angazhimeve se sa le të themi një ftofje. Pra, është thjesht çështje angazhimesh, por kjo nuk do të thotë që mos t'i mbajmë lidhjet, mos t'i kthejmë lidhjet, mos të ruajmë le të themi ato lidhjet e hershme që kanë qenë pas një lloj interesi. S'ka lidhje më të fortë se sa lidhja që bëhet pas një lloj interesi. Mos i ndërhyri njëri tjetrin në tregti. Si ta kuptojnë besimtarët e pjesë të hadithit? Prap kthehet pejgamberi s.a.s. në tregti. Dhe unë them këtu ka një sinjal interesant shumë, që është sinjali i angazhimit me tregtin. Pra sikur po na thotë tregtia është gjë e rëndësishme në jetë. Edhe më të vërtetë ne jetojmë në një kohë që kuptojmë që tregtia është prej, le të themi, prej fushave apo prej sektorëve më interesant në mbarvajtjen e jetës apo edhe në pasurimin e njeriut në halal. Tha mos ndërhyni, tha mos shitni mbi shitjen e vllajt tuaj ose mos ndërhyni, mund të përkthehet në tregtinë në shitblerjen e tjetrit. Ç'i do të thotë? Në momentin që dikush ka bërë një marrëveshje, ka bërë një kontratë, neve nuk na lejohet që të ndërhyjmë. Duke thënë, po un kam më lirë, ose un t'jap një ofertë tjetër, ose dikush është i kjo përfshin gjithashtu edhe faktin nëse dikush është i punësuar diku, ti nuk mund të shkosh dhe të thosh gjë se un kam një kontratë më të mirë, un kam një ofertë më të mirë për ty, sepse ai e ka mbyll kontratën, përderisa ai po ti mund të nxjerrësh ofertë, po jo duke e personalizuar tek personi i cili ka mbyll kontratën. Ky është dallimi. Pra unë nxjerr një ofertë dhe vjen personi, është zgjedhja e tij. Dhe është ndryshe kur unë shkoj dhe e trokas dhe i them eja tek unë, sepse unë kam këtë, kjo nuk lejohet. Në hadith thot mos ndërhyj tek tregtia e tjetër, që do të thotë dikush bleu diçka dhe shkon tek tjetri, thot më sa e morë me kaq, po thot unë ta jepsha me kaq. Dhe kjo bëhet sebeb që ai ta kthej edhe një herë mallin, ose i thot, sa shtrenjtë pas ke marr. Po mund ta gjeje me kaq ose unë mund ta jepja me kaq. Domethënë, ndërhyrja në një kontratë të mbaruar konsiderohet problematike shumë, sepse konsiderohet i ke hyrë tjetrit në hak. Sepse njerëzit kanë qenë të qetë, kanë qenë të kënaqur, kanë qenë komod në atë që kanë rënë dakord, dhe ti nuk ke tani pse të fusësh dyshime, sepse këtu pastaj fillon dhe zhvillohet asedi, këtu pastaj fillon dhe zhvillohet urrëtia, këtu pastaj fillon dhe zhvillohet kthimi i shpinës ndaj njëri tjetrit dhe në fund fare humb vllazëria. Pastaj profeti alayhis salam e përmbledh dhe bëni robër të Allahut vëllezër. Dhe thot vllai muslimani është vëlla i muslimanit. Pra, sikur po na thot pejgamberi alayhis salam, këto gjëra që ne i përmendëm vinë se njerëzit nuk kanë kuptuar ashtu siç duhet fenë dhe islamin. Se nëse njëri i cili ka kuptuar fenë dhe islamin, nuk ka nevojë fare për t'ia thënë këto gjëra, sepse në islam ndalohet smira, në islam ndalohet zilia, në islam ndalohet urrëtia, në islam ndalohet që t'i kthesh shpinën tjetrit, në islam ndalohet që të ndrysh tjetrit në tregti apo të mashtrosh në tregti. Për këtë arsye tha pejgamberi s.a.s. bëhuni robër të Allahut vëllezër. Pra, nëse ne do t'i dorëzohemi Zotit ashtu siç duhet, nëse ne do të bëhemi musliman ashtu siç duhet, nuk do të ketë problematika të tilla. Pra, një nga problemet që tregojnë se ne kemi probleme me imanin ton dhe me besimin ton, është kjo sjellje e tillë. Për këtë arsye vin disa hadithe që thotë për shembull, nuk është besimtar ai që në zemrën e tij ka një fije me madhësi, siç do të vi pak më poshtë. Ose thotë për shembull, pejgamberi sallallahu thotë në një hadith, nuk është besimtar asnjëri për jush derisa doj për vllajën e tij atë që do për veten e nuk është besimtar i vërtet, besimtar i fortë, jo se është qafir. Pra, pse thuhen këto gjëra? Sepse tregojnë mangësi në iman dhe në besim. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, bëuni robër të Zotit e jini vëllezër. Pra, nëse ne do të jemi me të vërtet robër të Zotit, pra të nënshtruar ndaj Zotit, besimtar të vërtet, praktikues, kuptues të islamit, atëherë do të jemi dhe vëllezër të vërtet. Argumenti, Zoti thot në Kur'an, innal ladhina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Besimtarët që bëjnë vepra të mira ose mes besimtarëve që bëjnë vepra të mira, Zoti do të shtojë dashurinë mes tyre.
atëherë besimtarët që bëjnë vepra të mira, nëse ne jemi besimtarë të mirë, ushqejmë veten tonë vazhdimisht me vepra të mira, atëherë do të kemi edhe një vëllazëri të mirë, do të kemi një dashuri të mirë mes nesh dhe nuk do të ketë aty as zili, nuk do të ketë aty as urrëti, as nuk do të ketë aty kthim shpine, as nuk do të ketë lojra klientaliste, as nuk do të ketë të mashtrim tregti dhe do të jemi me të vërtetë të pastër me njëri tjetrin dhe të sinqertë me njëri tjetrin, ashtu siç duhet të jetë faktikisht marrëdhënia e vllajt me vllajin në gjak dhe vllajt me vllajin në besim. Pastaj profeti u e mbyll te paketë dhe thot mos i bëni njëri tjetrit pa drejtësi. Vazhdon, pra pejgamberi thot, domethënë bëuni robër të Allahut, jini vëllezër, muslimani është vllai i muslimanit dhe u kthye edhe një herë tek një temë shumë e rëndësishme që është la yadhlimu, nuk i hyn atij në hak ose nuk i bën atij padrejtësi. Pra padrejtësia ç'është? Padrejtësia është që ti mohosh atij një të drejtë, ose ti veshësh atij një të padrejtë, ose të bësh sebeb që ai të lëndohet, apo të vuaj diçka për shkak të paudhësisë tënde apo për shkak të problemit që ti ke. Dhe padrejtësia është, si më thon, mosdhënia e meritës dhe vlerës së duhur. Kjo është padrejtësia. Pejgamberi sa tha, mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Pse? Se si mund të jesh një besimtar dhe besosh se një ditë do dalësh përpara Zotit dhe i kryej tjetrit në hak, ndërkohë që ne themi ditën e Kiametit do të japësh llogari edhe për atë që ke bërë ndaj njerëzve. Pejgamberi sa në një hadith tha, a e dini ju se cili është i falimentuar i vërtet? Than, i falimentuar në mesin tonë është ai që nuk e ka dyshën në xhepin e tij. Tha, jo, i falimentuar tek Zoti është ai i cili vjen me agjërim, me namaz, me zakat, me haxh, këtë e ka sharë, këtë e ka ofenduar, këtë i ka në hak, këtë i ka marrë, le të themi, pasurinë, do të marrin ata prej të mirave të tij, e nëse i mbarojnë të mirat, do të marrin ky nga gjunahet e tyre dhe do të hynë në zjarrin e xhenemit. Për këtë arsye, thotë një hadith tjetër, thotë regjistrat tek Zoti janë 3. Regjistrat që kush regjistrohet në të, Zoti s'do t'ia di pse është regjistruar në të. Regjistrat që kush regjistrohet në të, nuk bën hajër, po ju fut emrin të, dhe regjistrat që kush regjistrohet në të, patjetër do të merret hak. Ta regjistri që kush regjistrohet në të, Zoti s'do më ditë për atë regjistër, është regjistri i gjunave mes robit dhe Zotit të tij. Nëse i regjistruan të, Zoti s'do më ditë pse i regjistruan të, pa me kuptimin edhe mund të fali, s'do t'ia di pse e ke emrin aty. Regjistri tjetër që kush regjistrohet në të nuk bën hajër, po ta ketë emrin aty, është regjistri i shirkut dhe i mosbesimit. Pra nëse njeriu vdes dhe emri i tij është në regjistrin e shirkut dhe të mosbesimit, ky njeri nuk bën më hajër në botën tjetër. Kemi regjistrin e le të themi e barazis, që ku është padrejtësia ndaj njëri tjetrit. Ky nuk ka patjetër duhet të lahen haqet ose në këtë botë ose në botën tjetër. Pastaj profeti alayhis salam thot besimtari nuk e tradhton besimtarin, pra muslimani nuk e tradhton muslimanin. La yakhdhiluhu. Tradhti ose mund të jetë prerje në besë, pra kur jep fjalën për diçka, kur i thot do të ndihmoj për diçka, kur i thot do të gjindem pranë, la yakhdhiluhu, nuk e pret në besë. Sidomos kur bëhet fjalë që ai ka nevojë për mbështetjen e tij, sidomos kur bëhet fjalë që ai ka nevojë për prezencën e tij. Pra është ndryshe kur dikush le të themi vet ofrohet në mënyrë le të themi nga dëshira e tij për të bërë një shërbim, kjo është ajo që thot Zoti në Kur'an, ma alal muhsinin min sabil, nuk ngarkohet bamirësi me detyrim. Pra nëse dikush vet ofrohet për diçka, pastaj tërhiqet, nuk përbën asnjë lloj problemi fetarisht. Këtu bëhet fjalë për khudhlan dhe khudhlan është prerja në besë ose tradhtia. Pra ti i thush që po, do të jem, do të mbështes, do të jem aty me ty, do të jem zëri jot, do të jem fjala jote dhe pastaj për hir të një interesi të caktuar, për hir të një gjëje tjetër që të premtohet, për hir të diçka që ka të bëjë me jetën e kësaj bote, ti e pret në bezë vllajin ose i bën atij, domethënë tradhti. Kjo është ajo që domethënë është e rëndë shumë dhe është le të themi një nga shenjat e hipokrizisë. Siç tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha wa'ada akhlaf. Pra nëse jep një premtim, e thyn premtimin e dhën, besimtari vërtet nuk mund të jetë i tillë, sepse nuk mund të konceptohet njëri i cili i thot tjetrit vëlla e pastaj ta presin besë. Nuk konceptohet, nuk mendohet kjo, as në jetën le të themi xhahilijetit, jo islame, pas në jetën e islamit që normalisht detyrimet karshi njëri tjetrit janë shumë edhe më të mëdha. Dhe ke pjesa nuk e përçmon besimtarin. Atëherë, fjala e pejgamberit alayhis salam, la yahqiruhu, nuk e përçmon. Pra,
nuk mund të mendohet që një besimtar të përçmojë një krijesë Zotit, qoftë edhe kafsh, qoftë edhe jo besimtar, qoftë edhe ku e di unë çfarë të them. E jo më vllajën e tij, që Zoti thotë në Kur'an, besimtarët janë vëllezër. Jo më vllajën e tij që të dy i bin me Allahut, i bin Allahut së bashku me ballin sejdë. Pra nuk mendohet pse përçmimi Çfarë është vetë përçmimi? Se duket përmendën në një hadith profetik. Përçmimi është mendjemadhësi. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith tha, nuk do të futet në xhenet ai njeriu i cili në zemrën e tij ka një grim sa do të vogël mendjemadhësi. Than sahabët o pejgamberi i Zotit, po mendjemadhësia çfarë është? A mos vallë, nëse ndonjëri për nesh do të ketë rroba të mira, kpust të mira, parfum të mirë, mos është kjo mendjemadhësi? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo. Allah është i bukur e do të bukur. Mendjemadhësia është refuzimi i të vërtetës ose përçmimi i njerëzve. Refuzimi i të vërtetës është mendjemadhësi dhe përçmimi i njerëzve. Për këtë arsye në hadith thotë çfarë tha? La yahqiruhu. Nuk e përçmon musliman. Pse? Sepse përçmimi vjen si arsye e mendjemadhësisë. Ta ti vetë pëlqen veten dhe përçmon apo ignoron apo nënçmon tjetrin. Ndërkohë që ai tek Zoti mund të jetë shumë më i mirë se sa ti. Për këtë arsye thoshte njëri prej të parëve tan, sa herë që e shoh dikë mendoj se është më i mirë se unë. Nëse është më i vjetër në Islam, them ky ka kohë që regjistron vepra të mira, ndërsa unë shumë pak në krahasim me të. Nëse është më i ri se mua në Islam, them ky ka shumë pak kohë që i regjistron gjunat e unë kam një kohë të gjatë. Nëse është më i vjetër se unë në Islam, them ky ka shumë kohë që i regjistron veprat e mira, ndërsa unë kam shumë pak kohë. Pra nuk mund të ketë përçmim, sidomos kur bëhet përçmimi për shkak të racës, sidomos kur bëhet përçmimi për shkak të kombësisë, sidomos kur bëhet përçmimi për arsye të cilat nuk kanë lidhje me asgjë dhe janë krejtësisht të Zotit. Raca, gjaku, kombësia, të gjitha këto janë dhurata të Zotit. Ja jep dikujt dhe ja mohon dikujt. Si tha, është një fjalë urtë turke që thotë gjeografia është kaderi i Zotit. Pra nuk mund të lavdrohet askush me gjeografinë. S'është kaderi i Zotit. Ti je vendosur këtu ku je vendos se ka dashur Zoti ti je këtu dhe ai tjetër diku tjetër. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Më i mirë te Zoti është më i devotshëm dhe më i përkushtuari ndaj tij. Ose hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tha, kullukum min Adam wa Adam min turab. Ju gjithë keni ardhur prej Ademit, ndërsa Ademi është krijuar prej baltës. Për këtë arsye tha nuk ka vlerë Arabi ndaj jo Arabit, as jo Arabi ndaj Arabit, as i bardhi ndaj të ziut, as i ziu ndaj bardhit, vetëm se me devotshmëri. Për ta ilustruar fundit fare, me 6 njerëz është fut pejgamberi sa në Qabe, njëri nga ata ishte skllav dhe ishte i Etiopis. Gjë që tregon se në këtë fe nuk ka lidhje se çfarë je nga je, në momentin që ti ke thënë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, atëherë ti je shumë mirë dhe njerëzit pastaj dallojnë me njëri tjetrin me devotshmërinë dhe me asgjë tjetër. Dhe nënçmimi vjen si pasojë e kësaj. Pra nuk mund ndodhi nënçmimi për shkak të mëkatit dikujt. Për shembull është dikush mëkatar, nuk mund ta nënçmosh. Është gjunafçar, nuk mund ta nënçmosh, nuk mund ta përçmosh. Ti duhet ta ftosh, ti duhet ta orientosh, pastaj ky njeri që bën një mëkat apo një gjuna, ky njeri mund të ketë një raport me Zotin e tij që ti nuk e din, siç është rasti atij personit që pejgamberi sa më tha, ishin 2 vëllezër, njërin ka të parë, tjetrin ka të dytë. Dhe sa herë takoheshim njëri tjetrin, njëri ishte i dehur, tjetri ishte tu adhuru Zotin. Dhe një moment i thotë, "Çfarë bën ti?" Thotë, "Se këshillonte vazhdimisht." Derisa një moment i tha, "Disi është puna jote?" Thotë, "Ti tha, kështu siç je ti tha, s'ka për të fal Zoti kurrë." Dhe Zoti tha, "Kush është ky që flet në emrin tim? Këtë do ta falë dhe ta fusë në xhenet, ty do të fusë në xhenem." Pra nuk mund të përçmosh, nuk mund të injorosh ti, edhe pse nëse dikush ka një mëkat, por duhet të këshillosh, duhet të urdhërosh për të mirë, duhet të ndalosh nga e keqja. Pra Islami i ka ndarë aq bukur gjërat, saqë nëse njeriu do të ecë me këto norma dhe këto këshilla, gjërat funksionojnë shumë mirë. Pra, urrejtja, zilia, smira, injorimi, përçmimi, gjitha këto funksionojnë, por nëse ne kuptojmë fenë dhe besimin, të gjitha këto nuk funksionojnë. Allahu të shpërbleft, të nderuar. Nderuar të shikues, i shkëputemi për pak minuta dhe ritakojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë.
Të nderuar televizionistë, kur I takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë, ishim me hoxhën e nderuar Imam Ahmed Kala, ishim pikërisht tek pjesa mos e urrejini njëri tjetrin. Por profeti alayhis salatu wassalam tha pastaj që takua është këtu dhe vendosi dorën, domethënë ke gjoksi. Profeti alayhis salam hoxhë I nderuar sikur po na don ta thotë përmend të këqijat që ekzistojnë në shoqëri dhe pastaj thot përmend jeni vëllezër. Pastaj përmend prapë të këqijat që nuk duhet të ekzistojnë midis vëllazërisë dhe pastaj përmend takuan e cila domethënë I shfaros të këqija. Pse është pikërisht kjo lloj rrjedhe e hadithit kaq e bukur? Sepse domethënë sikur pejgamberi alayhis salatu wasalam përmend sëmundjen dhe përmend ilaçin ose kurimin. Përmend sëmundjen, përmend kurimin dhe ilaçin. Pra sëmundja, ne nga njerë merremi me sëmundjen dhe harrojmë të studojmë shkakun e sëmundjes. Dhe zakonisht ata që merren me sëmundjen, pas studiuar shkakun, e kurojnë momentalisht ose sipërfaqësisht, mirë po mikrobi dhe problematika mbetet. Në rastin e parë, kur përmendi 5 le të themi këshillat e para, përmendi le të themi vëllazërinë e besimit. Pra ilaçi ose problematika faktikisht shkaku që ka çuar në këto 5 gjëra është mungesa e vëllazërisë së vërtetë. Pastaj përmendi le të themi pikat e tjera dhe pastaj përmendi devotshmërinë, që do të thotë ilaçi I kësaj që u përmend dhe ilaçi I asaj që do të përmendet është devotshmëria për kushtimin ndaj Zotit, at-taqwa. E çfarë është taqwa faktikisht? Taqwa është që ti të vendosësh mes teje dhe xhehenemit një mur, ose të vendosësh mes teje dhe haramit një pengesë. Madje për te njeriu dhe haramit dhe për te këtij murit duhet ketë edhe një hapësirë tjetër boshe. Kjo është devotshmëria vërtet. Si tha kur e pyetën Aliun radhiyallahu ta'ala anhu për devotshmërinë, tha të punosh me atë që Zoti ka zbritur, të friksohesh atij që të mbikëqyr dhe të punosh për ditën e largimit nga jeta e kësaj bote. Ose rasti e Abu Hurairës, cilin e pyeti Omer ibn Khattabi kur I tha, Abu Huraira tha, ç'është devotshmëria? O prisë besimtarëve, tha, ke ecë në një ditë në një rrugë që ka pas gjemba ose ferra? Tha, po, kam ecur. Çfarë ke bërë me rrobën tënde? Tha, e kam mbledhur. Tha, kjo është devotshmëria. Ta mbledhësh veten, ta ruajsh veten nga ato gjëra që Zoti ka ndaluar. Pra, devotshmëria që do të thotë ndjeshmëri absolute ndaj Zotit që po të mbikëqyr dhe meraku që mos të hysh në hak krijesave, me 2 fjali, është ajo që e ruan njeriu nga gjitha këto problematike që u thanë më lart. Po pse pikërisht vendosi dorën ke gjoksi? E vendosi dorën tek gjoksi sepse origjina dhe baza e devotshmërisë nis nga zemra dhe nga paraqitja. Pra këtu nis gjithçka tek zemra. Pra le të themi njeriu ka atë ndjesinë e brendshme, atë energjinë e brendshme që e orienton si për mirë ose për keq. Dhe kjo duhet të jetë diçka e bërë me shpirt dhe me zemër dhe nuk duhet të jetë diçka e bërë me shtirje ose diçka që duhet bërë me aktrim. Aktrimi ke Zoti s'ka asnjë vlerë. Shtirja ke Zoti s'ka asnjë vlerë. Njeriu duhet të jetë siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, el mujahidu men jahada nafsuhu. Mujahid I vërtet është ai që fiton mbi vetveten e tij, mbi egon e tij, mbi nefsin e tij. Kështu që çdo gjë fillon këtu. Pra tek zemra, tek shpirti. Për këtë arsye thot Zoti me zemër të pastër, me zemër të shëndosh, domethënë janë më shumë se 50-60 hadithe të cilat flasin vetëm për zemrën, sqarojnë problematikat e zemrës, si duhet të jetë zemra e besimtarit etj. Se aty lind gjithçka dhe aty është gjithçka dhe faktikisht devotshmëria nga aty lind me të vërtetë. Dhe nëse ne do ta kemi zemrën në rregull, ti je I sigurt se edhe paraqitja jon do të jetë në rregull. Nuk ndodh kurrë që njëri të jetë në rregull me zemrën e tij dhe të ketë probleme me paraqitjen e tij, nuk ndodh kurrë. Për këtë arsye, për të bërë një bashkim, pejgamberi sa në një hadith u pyet, çfarë më shumë të I fut njerëzit në xhenet? Tha, dëgjoje, takwallahi wa husnul khuluq. Frika ndaj Zotit dhe sjellja e mirë, edukata e mirë, pa shkojnë bashkë me njëra tjetrën. Pra, nëse ne kurojmë zemrën dhe japim zemrës devotshmërinë e duhur, të gjitha çfarë janë përmendur 8 pika që kanë kaluar apo 10 pika që kanë kaluar nuk do të jenë më në jetën e besimtarit. Pastaj profeti alayhis salam e përmbyll hadithin me thënien e bukur, çdo musliman e ka të ndaluar gjakun e muslimanit, nderin e muslimanit dhe pasurinë e muslimanit. Pra është e shenjtë, ashtu siç nuk preket qabja, ashtu siç nuk preket Kurani, ashtu si nuk preket xhamia, nuk preket
gjaku, pra jeta, nuk preket pasuria dhe nuk preket nderi i tjetrit. Kemi për shembull rastin e fundit të jetës pejgamberit alayhis salam, ai ka qenë në një nga le të themi vendet e shenjta të Mekës dhe i është drejtuar njerëzve duke thënë çfarë dite është sot? Dhe aq shumë e ka përsërit saqë njerëzit kanë kujtuar se mos Zoti i ka ndryshuar emrin ditës. Kanë thënë në fund fare, Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri. Tha sot është filan ditë. Çfarë vendi jemi këtu? Dhe aq shumë ta e përsëriti, saqë mendum se ndoshta Zoti i ka ndruar emrin vendit. Pastaj ta jemi në filan vend dhe i përmeni emrin. Tha çfarë muaj jemi? Aq shumë e përsëriti sa pastaj tha jemi në filan muaj. Tha shenjtëria e gjakut, e nderit dhe e pasurisë së secilit për jush është më e shenjtë tek Zoti dhe më e shtrenjtë se shenjtëria e kësaj dite, se shenjtëria e këtij muaji, se shenjtëria e këtij vendi me të cilin ne jemi në të. Për këtë arsye, domethënë Zoti në Kur'an, domethënë tek çështjet e njerëzve, tek çështjet e ademijinëve, pra e bijve të Ademit, domethënë toleranca është shumë inekzistente. Pra njeriu patjetër duhet të kërkojë hallallikun, patjetër duhet të bëjë tobe, patjetër duhet të kthehet tek Zoti, duhet të marrë hallallikun e njerëzve sepse është shumë e rëndë tek Zoti i gjithësisë. Jeta, pasuria dhe nderi i tjetrit. Dhe çdo gjë tjetër, po këta janë përmendur le të themi sepse shumica e problematikave ndodhin. Sigur shumica atyre që përmendin pak më lart godasin pikërisht të treja, pra godasin jetën e njeriu, gjakun, pasurinë e tij ose nderin e tij, po. Si më thënë, rezultati i gjithë asaj që u përmend mund të shkojë në jetët e njerëzve, mund të shkojë në pasuritë e tyre ose mund të shkojë në le të themi në nderet apo në imazhet e tyre apo në ndërgjegjet e tyre apo në goditjen e tyre të imazhit të tyre apo të asaj punët që ata mund të kenë bërë gjatë gjithë jetës për të arritur një pozicion të caktuar dhe vjen dikush e sfidon apo e sfiliton apo e zhvlerëson apo bën diçka për ta nxjerrë këtë njeri nga ky lloj pozicioni që ai mund të ketë fituar me djersë dhe me sinqeritet. Allahu të shpërbleftosh për shpjegimet shumë bukura të këtij hadithi. Amin dhe ty gjithashtu. Të nderuar televizionistë, ishim me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaja, ritakojmë sërish në emisionin e ardhshëm. Selamun alejkum wa rahmatullah.